Mirë, më thoni atëherë të ju diçka më shumë që në rregull, mirë, ecim atëherë bashkë. Ku mbar çuna? Është ujë, pra kur ka reshje është problematika. Shu jeni për ditë me këto të rejat apo vetëm për sot? Jo, për të na herë. Kjo bëhet për në stacioni që do merren ujë në infektor dhe pesë pompat. Po. Ne këtu do të tëra ujë infektor dhe ikim dalim jashtë dhe në lëndë. Ose në përmjet kanalizimeve. Kjo është menduar e tim që mos ketë kur në përmbyti. Kto është për ujërat e shiut. Problematika më e madhe hoqëm. Për problemet që vinin nga jashtë është për Pra një vask që e mbron nga çdo një vask në të kundërt, domethënë që nuk e kemi bërë për ujin, po që na mbron nga uji. Nga uji dhe kjo do përdoret dhe për vaditjen e kompleksit sipërfaqes. Në sa kuptoj, prandaj edhe vlera është aq e madhe e projektit sepse kjo që ka pjesa më e madhe volumeve është jashtë. Është bërë 40 metra është futur poshtë dhe është bërë me tran betoni. 40 metra në toka. Është futur poshtë përveç lart. Bravo. Bravo. Si jemi me volumet, me njerëzit, me ritmin, ne ndjekim cilësinë, okay, po juve si jeni me ritmin, si jemi problematika me nuk kemi asnjë lloj problematike dhe fazat e turina, fatet. Ja do thoj dhe drejtori që do thënë këta kanë menduar që në çfarë date do të kemi terrorimin. Mayıs'ın ilk haftasına en geç. Javën e parë të muajit. Okej. Kam probleme me afatet, fazat, në Ivonesë. Yetiştirmeyi planlıyoruz. Kanë probleme, si duket, si ndjehen ata vetë, domethënë kanë ndonjë gjë që i vonon ose i pengon? Geciktiren bir durumunuz var mı? Var, KKT projeleri. Projekti dhe KKT-s. Pra miratimet e vrejtjeve ose fazat? Do më thënë zbardhë leja. Është dalë si leje, është aprovuar. Po pra, po leja jonë apo leja e KKT-s? Do të rreqë vetëm kaq. Leje kena okay, kena një shtyrje për shkak të tani kërkuar një shtyrje leje. Okej, afati. Po. Pra më thoni, unë për këtë jam këtu, nuk jemi për vetëm për të duke, e kupton? Pritshmëria ishte që deri në fund të janarit ishin mbyllur punimeve, por për shkak të kushteve dhe kohës na u desh atmosferike. Na u desh me shtyje edhe për 3 muaj. Joli, ne i kemi dorëzuar në KKT të gjitha. Atëherë neve këtë shtyrën e fundit diskutojnë, e kemi në shqyrtim tash në këtë moment në sistem. Okej. Jemi në rregull dhe me afatet, që ta fusim veten e radhës për të vazhduar pasaj që ne po bëhemi gati që ta kemi. Mirë. Dhe pastaj Ada kalon atje për të vijuar ata me shtyrjen e Mirë. Po pse kaq shumë domethënë? Megjithatë, shtyrja që po bëhet tani po bëhet për ndërhyrjet që janë në restaurimin e xhamisë. Jo thjesht një afat. Që nuk kanë lidhje me këtë, sepse janë vetëm për pjesën e restaurimit. Domethënë, okay, mirë. Domethënë janë të ndara dy gjëra. Pjesa e sistemimit ka kaluar në KKT. Pjesa e restaurimit, duke qenë se janë specifike tona, neve kemi vjuar me lejen tonë. Jemi në rregull, janë në linjë me atë që duhet bëjnë. Janë në linjë që duhet bëjnë, sepse edhe të gjitha shtyrjet që u bën vjet, ne kemi pasur disa diskutime që janë orientuar të tërë dhe janë ndarë secila leje në kanalin e vet, le të themi, për ku do të marr leje. Ktu jemi vetëm për shtyrja fatin lidhje me restaurimin e xhamisë, që neve tash e kemi në shqyrtim dhe pastaj të vazhdojmë me përfundimin e punimeve. Leja tjetër pastaj sistemimeve është brenda afatit që kanë marrë. Mirë, ma shikni se nga njerë bëhen të bezdishme këto praktikat tona, që janë nevojshme, po që, okej. Mirë, pra nuk kemi... Për momentin jemi okay me afatin. Më duke shumë afër data që ai thotë, kështu që... Nuk e mbylli komplet, nuk ka me punime shumë. Jo, shumë pak kanë ngelur. Jemi mbi 10% të punimeve të restaurimit të xhamit. Okej, po këtu ka shumë punime. Informacioni që ne ju japim është për projektin e restaurimit. Okej. Konsiston vetëm në pjesa e godinës. Pastaj në territor ka afat të leja jashtë miratuar në qershorin e 2024-shit. Pra jena hajtëm brenda afatit punimeve të vazhdimit. Pra, ne presim të marrim xhamin, po këtu jashtë vijojnë punimet, kjo është ideja? Do mbaroj edhe këtu. Do mbaroj edhe jashtë. Në njëkohësisht xhamia. Megjithatë e rëndësishme është të bëhet mirë. Kjo është shumë e rëndësishme se për një javë, dy nuk është nëse s'ka ndonjë gjë me besimtarët, kupton, po për një javë, dy nuk është problem, puna është dali mirë, çdo gjë tjetë mirë. Edhe nga Ministria Turqisht na është nisë edhe një shkres lirë, na bëhet pak presion ideja që të mbyllet brenda javës parë të muajit.
Por ne ku ta gjejmë, po puna është që cilësia është kryesorja, më kupton? Mirë, punimet janë mirë, po shkojmë atë. Punimet janë mirë, afati duket sikur kapet, IKTK duhet bëjë një miratim projekti të për shtyrjen e afatit, po edhe për ndryshime, apo prandaj bëhet. Jo, është vetëm shtyrja e afatit, kështu që në mbledhje. Po. Kjo është krejt e restauruar. Mrekulli. Komplet është injektuar dhe në komplet tëra si themele të tëra komplet. Mrekulli. Ke diçka, Amila, për që do të thuash vetë që të na tregosh, mos e di më mirë se ne? Ideja është që pjesa, pra si ka qenë historikisht dhe e rëndësishme është edhe ruajtja e pjesë arkitektonike, pra çdo element arkitektonik, çdo element që ka të bëjë me pjesën historike është ruajtur. Punimet janë punime restauruese, por që në një farë mënyrë rihetëzojnë krejt monumenti. Dhe kjo është e rëndësishme jo vetëm për xhamin, por për gjithë komunitetin që në një farë mënyrë do ta frekuentojë. Të shumë hekurat, aty janë të vjetrat. Ato janë gjithë pjesa origjinale, pra më thash. Shumë mirë. Edhe pjesa e fundit janë disa penxhere, kjo është elementi pra pjesa e fundit që është restauruar, pjesa e penxherës që janë zëvendësuar për gjithmonë duke rritur pjesë të vjetra. Nuk e qepën. Jo, okay. Punimet që kanë mbetë këtu po u kryer është masi që të lyhen me ekskeleri dhe mbrëmba restaurimi të gjitha pllakave të burit. Për çështjen e shtëpisë. Dyshimet, komentet që kemi dëgjuar në një herë, jo kjo, jo ajo, del në një jo pseudo specialist, po del në një person, hedh një alarm në Absolutisht. Jemi në rregull në çdo aspekt. Jemi në rregull në çdo aspekt, për sa i përket pra elementeve të. Ne në Shkodër kemi shumë institucione, kemi ato zyrtare, kemi edhe ca institucione personash që dalin dhe shprehen emër të një verdikti që është S'kan qa thonë këtu. institucioni pavarur, domethënë opinionin. Pra këtu jemi në rregull me ato, s'po them kritika, po me ato merakje që ka komuniteti, i specialistëve, ekspertëve. Mua më duket nga afër, unë tani natyrisht kam lidhje me botën edhe me botën e artit dhe me botën e ndërtimit, se gjithë jeta ime ka qenë e lidhur me këtë gjë dhe më duket sikur shoh shumë cilësi të mirë dhe është aq sa duhet edhe fine, po edhe e vjetra e lidhur me tremar. Ama ato që kanë qenë punimet e bëra në respekt të gjithë elementeve të vjetrave. Duken shumë të lidhura, shumë të, domethënë të materialet që janë ngjitse ose duket shumë mirë si punim. Nuk e di, a është vetëm me sy kjo përshtypja apo është? Jo, ma është injektuar komplet. Është injektuar komplet. Komplet. Është vetëm një objekt që është injektuar total. Ka themelet. Na jep ca nga ato shiringa ta përdorim edhe. I kemi me pompa. Me pompa, mirë, dhe ne duhen sa të injektojmë ca nga ata që duhet të hymë brenda? Tani këtu jemi në nivelin që duhet kemi kaskat. Jo, nuk hymë do të më tutje, që ka goxha e madhe, kur e shef nga jashtë duket si... Ambientet e mbrëmshme dhe kjo është pjesë. Okej. Ne kishim një problem. Unë e ndaluam, matili është ajo që do vjetë, është pajisje. Lyrin e këtyre da kështje. Më thonë se të tash, për në shtytave, për në javës pa jo mbyllët dhe fillim shtresat. Nga jashtë nga brëmë dalim shpejt. Ajo vëndi ku bëhet shërbesa është atje. Atje për Okej, frym pak këtu kështu që. Tu di vendi grave. Shaja të grave. pastaj është. Duhet një vetë në ajo vjetë drasës dhe një të shtu në shallë. Të të mbiu. Ndonjë gjë karakteristike që e ke me merak, Amila, që vjen për të parë që kthehet, që shpëtohet? Gjitha bashkë, për mendimin tim, janë gjitha bashkë për të vlerësuar edhe që kthen, që shpëtohet, por që rikthehet komunitetit në gjendje perfekte. Se ka datë historike që është hapja e parë bashkë me Kishën e Rrëmajit, që është hapja Xhamia e Plumit, hapja e parë e realizimit Historikisht dhënë kombëtar. E para, e dyta, realizimi i minarës është shumë më interes se të bëhet me kriteret të plota të restaurimit. E treta është pushtimi që do t'i bëhet, edhe kjo ka një datë shumë të rëndësishme historike që para se mu bë
mbyllja e fesë, është vetëm minore që është rrëzuar nga rrufeja, jo nga dora e njerit. Edhe është rrëzuar nga rrufeja dhe është hap simbolikisht në objekti i parë i kultit islam. Në bashkëpunim me katolik, po, në 90-ën. Në 90. Në pas Kjo domon ka disa data historike. Edhe është vetë e realizuar nga Mehmet Pash Plaku që ka punuar fizikisht në objekt. Dhe kërikthimi në identitet, pra duke ruajtur gjithë elementet e mëparshme, gjithashtu jo vetëm objekti, por edhe krejt zona përreth, ajo është edhe ajo e rëndësishme. Në liçimi që do të bëhet, pra do të ketë edhe një funksion për komunitetin, ama do të jetë rëndësishme edhe për turistë, vendas dhe të Po pra, duhet fisja për të që me itineraret tuaja, tonat, bashkisi do i përfshini, që tjetë përveç shërbimit shumë e rëndësishme të banorëve këtu tjetë edhe pjesa turistike. Media është shumë të bukur, do të thonë sepse ka dhe një ndryqim, të cilë e ka kërkuar vetë kryeministri dhe ndryqimin, me sa ndihmën e rëzimin e asaj, ka një ndryqim shumë të bukur, ka dhe, do të thonë, këto rrugicat i ka shumë të mira dhe ka dhe me barë, asaj dhe të në temë. Është një projekt shumë... Dhe një oazë i bukur këtu, po keni parasysh një që duhet gjithmonë dhe historia diku e pasqyruar, që ata që vinë të lexojnë. Në borën e jashtëm, pjesë e arredimit urban do të jetë shkallare të vendosura që i kena gjatë procesit të punës dhe që do të jenë të ekspozuar me gur që kanë dalë për gjatë gërmimit të territorit. Dhe duhet sistem shumë i mirë me sa po kuptoj dhe për ta klimatizuar, se në verë mund të jetë shumë mirë, po është pak fresk, tani në dimër duhet të jetë ftohtë, kështu që e dën ndoshta pak në kondicionim brenda. Jo personim brenda në objekt. Është e 10-a që 7-a që 8-a bëj, është gafa më e madhe që bëhet kondicionimi. Ka rrezuar pikturat të tërë objektet, edhe bjetë zbatik. jo, ndoshta duhet klimatizuar në një formë që jetë e sigurt. Kjo ka, me sa di unë kam lënë ka disa brima. Do thonë ka disa brima, do thonë që marrin vetë ajrit. Në asnjëherë nuk lejohet, ju bëni si doni, po në objektet e kultit nuk lejohet këtë. Mirë, po këtu, okej, këtu, nuk është se ka piktura, një e parë, e dyta, duhet me ndute për dimrin se jemi në veri, kështu që Jo, një lloj mbyllet dhe ato janë shumë të ngrohta. Imagjino që janë të hapura tani, po janë shumë. në rregull, do të po them që duket që ato dritaret duket shumë cilësore, Kanë qenë dhjeu buka. se shikon në shumë vende pastaj vënë ato sistemet Nga toka e ngrohjes së ftojes. Ka Civile që janë- Jo, ka sistem për cilën nuk e di do vinjë, nuk e di që është ajo, që vjen tapeti është me ngrohje. Si që shtetet e mbeu, si që është në Sarabon. Atëherë ajo mund të jetë një mënyrë. Hajde nisë fryn. Në Hayat. Po pra, shumë bukur. Hayat. I veti që ka Hayat. Edhe xhamieri që kanë bërë. Kjo edhe Shumë bukur. Nga këtu buron fjala Hayat që pastaj bëhet hotel. që kemi Hayat, pjesën e Hayatit. Kjo Jo, ka them- Hayatin më Jo, dhe xhami të Beqarit, kanë aja. Cila xhamia Dhe xhami e mret? Beqarit dhe Mbreti. Shumë bukur, e? Është element arkitektonik që është Shumë këndshëm. Në veri kena vetëm këtë. Jo, këtu, jo këte. Po ky është një sistem interkapeti për ujin, edhe këtu një mbrojtje tjetër? edhe kjo është krejt pjesa e Apo do jetë për gjelbrim? Për forcuar gjithë themelet, dhe normalisht neve tash po mundohemi të bëhet edhe një mbrojtje tjetër sepse këtu mund të ketë edhe filtrim të ujrave në toksor. Po pra, aty po shoh që keni bërë dhe një interkapet. Nivele mbrojtje përveç Depozitimi i ujëve të podrave është. Sa bukur pas ka dhe nga ana jashtme një hapje. pjesën e llapa, janë dhe pjesa forme të këtyre penxhereve. Pra i këtë parë, me shumë kujdes njerëzit e shohin që është respektuar. gradualisht është Plotësisht. respektuar çdo gjë. Që nga fillimi i punimeve kur janë marrë arkeolog që kanë përsa i përket edhe pjesës së zonës në cilët ndohet, për kaluar pastaj të punimet. Shumë bukur të këto shkallare. Ndërsa mbrapa do jetë si gjelbrim, ë? Po dhe në poshtë. Po. Edhe do të ketë pjesën e muzealizimit të objekteve që janë gjetur. Ato që janë Po këto dritaret kanë ndjekur në një model logjik apo është? Është modeli vjetër. Okej. janë punimet e tyre. Ajo është dru apo është duralumini? Dru, nuk është.
Drulici. Shumë bukur të hekurat e vjetër të ruajtur. Kjo është mauzole që është ndërtu, si të varrohet vetë të mënyrë i Pashalekut, në një fashë që ka ndërtu edhe vetë xhami. Mrekulli. Pra këtu është apo duhet të ishte? E ka ndërtu për të vendosur varrin e tij brenda, është si tip mauzoleu, i ndërtu në një Po, pozitë. është dhe vari bërdi. Jo, nuk është zbulu varri Okej. asnjë, mund të jetë zhduk me kalimin e kohë, por Okej. është ndërtu pikërisht për Në nder të... Po këto i kemi rujtur ne apo modelet i kemi riprodhuar? Jo, janë të vetat origjinale. Okej. Gjitha. Okej. S'ka si ndërhyrje në fasad. Bravo. Vetëm është restauruar. Bravo, edhe ato shumë bukur ato parvazet që i keni lënë si origjinale. Okej, shumë mirë. Po ta lë shikosh në arenë kemi lënë këtë komplet kornizën Po. siç ka qenë. Po. Me Shumë bukur. vëndë, që përmin pjesa lartë, është bërë tëra, është gjerru me plumë, çdo gur, lidhur me njëri tjetrin. Është prerë partës zbatohet në Shqipëri. Ky model se së Pra në vend të llaçit po themi ka plumë? Është çpohen me plumë dhe kapse. Të cilët në çdo tërmet deri në ball nuk I japin një elasticitet apo jo? po japin, po se plumi është ai që jep. Edhe ajo e Tiranës kështu ishte, ndoshta e mbeu me plumë. Bravo. Edhe kjo është me plumë. Sa bukur që ka dhe avioni tani që kalon aty. Shumë bukur. Pa zinxhirin pse kemi apo Është asaj kush, që nga që shkoka lart apo e rufeve? është rufeve ai. Ah, okay. Është rufes. Është pjesë e rufes Se historia ishte që një rufe e E ke ka hedhur. rëzuar. Po, Tu duhet dhe një muzeim diku në një vend që ne edhe online edhe që ne ta shesim të shumë mirë në kuptimin e mirë të fjalës që nuk e di, a ka këtu praktikohen, po themi, turist me pagesë për që i shkojnë mirëmbajtjes apo jo? Apo jo? Jo në këtë rast. Deri tani nuk ka, nuk. Okej. Se ka dhe vende që bëjnë se ata përse mund të dynden gjithë edhe përse vinë dhe shqetësojnë. Ki pra që t'jetë, po, Po. t'jetë i limituar. I marrësh që ka nga kanalafë, kishtë dhe shkojnë të dyja pashtë. Stalini sa i sjell edhe kalaspo dhe xhamisi si sjell Po. lukstri. Kështu se njerëzit janë të interesuar. Okej, se problemi jonë është edhe qëndrueshmëria, që duhet i mbajmë të pasuri.